Në magjinë e maskave dhe kostumeve shumë ngjyrëshe ka nisur në qytetin e Shkodrës festa e karnavaleve 2014. Fëmijë të shkollave 9 vjeçare e të mesme, banda frymore e qytetit, trupa e teatrit Migjeni dhe artistë të njohur janë bashkuar festimeve, të cilat ka nisur përpara sheshit të Bashkisë së Shkodrës për të zhvendosur më pas edhe në sheshin Nën Tereza. Karneval 2014. Kjo traditë e hershme e qytetit të Shkodrës ruhet me fanatizëm dhe dashuri për të vijuar çdo vit me më shumë surpriza dhe veçanti, ku si vjet spikasin mesazhet e fëmijëve përmes kostumeve të tyre, ndërkohë që specifike do të jetë edhe përdorimi i biçikletave apo motorcikletave. Tashmë jemi në një festë e kthyer në traditë të qytetit Shkodrës, të qytetarëve të Shkodrës, për shprehur që secili diçka dhe një mendim, qëllim që ai reflekton vetvete. Karnavalet janë një aktivitet që qyteti i Shkodrës i ka tradit, Ministria e Kulturës e përkrah dhe mbështet dhe vitet e ardhshme do ta mbështesë edhe më tepër financiarisht. Shkodra vit pas viti po demonstron që ashtu si i ka rënjët të ngulura thellë në humorin, në artin, në performancën, Alekinoja s'ka bërë gjë tjetër veç se i ka dhënë këtyre vlerave një vlerë akoma surplus më të shtuar. Mysafir veçantë në këtë ditë të parë të festës ishte edhe ambasadori i Izraelit në Shqipëri, David Cohen. E nisur që në vitin 1860, tashmë festa e karnavaleve, ka krijuar portretin e saj shkodran, por të arkivuara në fonotekën Marubi. Karnavalet janë që nga viti 1913, karnavalet në Shkodër do të zgjasin deri në datën 4 mars.